Çuditë dikush nga një herë shembull më bëj valla tash 4 milion haxhi, 5 milion plus Mekja valor, e 6 milion dhe krunon e 40 qenaze, mërë me men. Po ty Prishtinën e kije me 160.000 vetë edhe po ka ditë po 10 qenaze. Po me konë 6 milion, sa qenaze dalin ditët? Dhe nuk bën vepra të këqija, a I pastrohet për gjunahe, sikur atë ditë që e ka lind e ama. Ne kur kemi lind, asë një gjuna se kemi pas. Dhe asë një fëmi në rrugën të kësor të gjithë lindin pa gjunahe. Dhe nuk regjistrohen gjunahe të këtër dhe njeri nuk hin pubertitet apo nuk hin bëlyk. E kur hin njeri në bëlyk, të rritë, prej ati momentit fillan dhe shkruan lapsi me laqeve. Sepse për atë që sën men, edhe për atë që është adoleshent apo sën bëlyk, lapsi me laqeve nuk shkruan për ta. Prandaj, a ka punë me madhe, se sa njeriu me shku aty ku Allahu ka urdhënue dhe vetëm në shtëpi të ti, është krijuar me urdhën e tina. Kjo xhami që u marru këtu, e ka dhonë idenë dikush, dhe tëra xhamit jenë qështu. Edhe xhamia e Medinës është ndërtuar me urdhën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ndërsa Qabja me urdhën e Allahut azza. Prandaj ka njerëz që janë në gjendje miliona me dhonë, e me I thonë s'ki e gjunahe mo. E Allahu azza wa jall bëhet qaj njëri që shkon atje, I krye farzët, I krye vajibet, I krye sunetet, nuk merkon për gojë, nuk flet fjalë të tërpshme. Allahu azza wa jall e pastron për I gjunaheve, sikur atë ditë që e ka qitë nana për I barkut, pra, pa asë një gjunah. Nuk ka dyshim, nuk është njëjtë, sikur njeri me shkua vetë, sikur mi quar një bedel. Obligimi kryhet, mirë po, kje qef mi pati vetë, ndryshë është me thonë, vendosa për Allahin e madhëshëm, mi e falë, farzën e gjumos, pe kible u këtheva, Allahu akbar. Ku a kible? Qatë jeti gurë. E kur të shkajsh aty e sheh me sy tu, edhe kur t'jesh aty, nuk është obligim me këshyrën në tokë, po bën më ka të falësh me këshyrë me sytë e tu. Me një fjalë, aty është foleja, qerdhja, baza, bërthoma e kësaj feje. Krejt ato qka I kenije ma herët për I dikujt, tash I sheh me sytë e tu. Edhe I prejk me dorën tonë. Prandaj njeri që është I shnosh edhe nuk I pranohet, edhe 10 bedela, 50 bedela që I se së pranohet. Mirë, po dikush të dek, e kanë qef e vlatë të timi, a kryo obligimin, apo dikush është I smut, e shëndeti se lejan, kjo është diçka tjetër. Gjithashtu hëtë Allahu azza wa jall, wa man kafara fa inna Allaha ganiyun 'anil 'alamin. Dhe ai që mohon urdhrat apo këtë farzë të Allahut azza wa jall, ai si bën Zotit kur gjë po e dëmton vetveten e tij. Haxhi bëhet sepse është një nga adhurimet më të vlefshme edhe për jetën e afshme. Ebu Hurajra tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, gjithsesht është pyet, cila është puna më e mirë në këtë 2 javë? E ai tha, besimin Allahun xhela xhelaluhu wa xhela shanu udhën e pejgamberit e tij. E pastaj tha në dërguari I Zotit kush? Tha lufta në rrugën e Allahut azza wa jalla. E pastaj tha një Rasulullah, tha haxhi
i pranuar apo haxhi që kryhet pa lëshime, po e ke krye komplet që dashur. Pra punë me mirë tek Allahu Azza wa Jall nuk ka se me besu Allahun, në ndë me liftue kur lypët edhe kërkohet me mbrojt venin tonë, sikur na po mos të shumë të lirë, s'ke shumë mujtë marrë me falë që mu. Na që jemi në atë matë vjetër pak, o djemë Allah ju ruajti, nuk keni ardhë me luajtë në telefon, po shumë kujt i ka metë silla e Bajramit, apo buk t'i kanë metë në shparet, e na ka qitë okupatori, sepse ke pas bojmë një okupator tepër të poshtër, tepër të keq, kur nuk ka kursye as gra, e as pleqe, as plaka, e as fëmije, as foshnje. Nuk bejadim Allahut Azza wa Jall hamdin edhe shqyqyrin që jena liruar. Shko ka hduash, del ka hduash, dhe kur duash, nash natën, nash ditën. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, liri. Wallahi billahi s'mund s'policionin kohë që nuk bën gabim, apo i zbatër rregullat e komunikacionit. Prandaj, ju lësë, se shpesh herë po ka shembull me disa të ri, dhe për e bojnë, am dënaj, ma boni ma zi se shkau. Është krahasim banal, është krahasim shumë i paven. Kur ma mirë, elhamdulillahi Rabbil Alamin, nuk jemi konë shteti jonë, ushtria jonë, policia jonë, presidenti jonë, kryeministri jonë, generali jonë, udhëheqësat tonë, me i bo Allahit hamdë dhe shëqërë. Allahu Gjellë Gjelaluhu wa Gjellë Shanuhu ruaj shtetin tonë. Allahu Gjellë Shanuhu wa Gjellë Gjelaluhu forcoft të shtetin tonë. Allahu Gjellë Shanuhu wa Gjellë Gjelaluhu forcoft ekonominë e vendit tonë, ja Rabbel Alamin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله في قديم الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.